Në shoqërinë tradicionale shqiptare, veçanërisht në zonat rurale, vajzat e gratë ishin të detyruara të ecnin pas burrave në çdo udhtim jashtë shtëpisë. Ky rregull i pashkruar por thellësisht i respektuar nuk ishte thjesht një shprehje e hierarkisë gjinore, por mbante brenda vetes edhe një dimension tjetër, shpesh të harruar në analizat moderne. Në paragrafin 14 të kanonit të Biblës thuhet qartë: nëse gratë e shtëpisë kudo me shkue, duhet me pas një burr përpara. Vetëm mrena katundit ato mund të përcillen prej një djali të ri që nuk është në moshë të armëve. Kjo normë tregon se gruaja pa praninë e një burri nuk ishte të drejtë të lëvizte lirshëm jashtë shtëpisë, një kufizim që shpesh është parë si shenjë nënçmimit të saj. Por përtej këtij interpretimi të zakonshëm, studiuesit modern të shoqërisë shqiptare kanë filluar të nxjerrin në pa një tjetër dimension, më pak të njohur, të këtij rregulli të fortë, misionin mbrojtës të gruas për burrin. Në zonat e thella rurale shqiptare ku gjakmarrja dhe asmaria ishte pjesë e përditshmërisë, renditja e gruas pas burrit nuk ishte thjesht një çështje nderi, por një strategji mbijetese. Në kanonin e Skënderbeut, në paragrafin 2945, 2946 dhe 2947, theksohet prerazi: për gjak burrit vret burr, gruaja nuk vritet as për gjak. Pushka është për burra, burri nuk kapet me gra, gruaja është e paprekshme, ku zhvret grua, kolitet. Ky fragment tregon se gruaja konsiderohej jashtë konfliktit të përgjakshëm mes burrave, por rrjedhoi prania e gruas pas burrit, gjatë ecjes nëpër rrugët e rrezikshme të fshatrave, kthehej në një lloj mburoje të heshtur. Nëse një burr kishte hasëm, prania e gruas prapa tij e pengonte armikun të kryete vrasje, sepse sulmi pas shpine. Në praninë e një gruaje e konsideroi turp dhe shkelje rënde normave të kanonit. Në këtë dritë, detyrimi për gratë që të ecnin brapa burrave nuk ishte vetëm një shenjë e në shtresës, por edhe një garanci për sigurinë e familjes dhe të burrit. Në një shoqëri ku ndodhin vrasje për gjak, ku çdo hap mund të silte rrezik, gruaja merrte rolin e një garancie të paqes së përkohshme. Megjithatë, ky mision fisnik i gruas nuk është diskutuar shpesh në studimet e sotme mbi shoqërinë shqiptare. Shumë prej studiuesve janë fokusuar kryesisht në aspektin e diskriminimit gjinor, duke harruar kontekstin e rrezikut të përhershëm që karakterizonte jetën e përditshme në fshatrat shqiptare. Vrasja prapa burrit ishte edhe një formë inteligjente e vetëmbrojtjes kolektive, ku gruaja, edhe pse duket se kishte një rol gëdorës së dytë, në të vërtetë mbante një përgjegjësi të madhe për të siguruar jetën e burrit dhe të fisit. Kjo e vërtet flet për një rol të heshtur, por tepër të rëndësishëm të gruas shqiptare në ruajtjen e rendit dhe paqes. Në shoqëri të tensionuara sot, kur diskutojmë për të drejtat e grave dhe historinë e tyre në shoqërinë shqiptare, është e rëndësishme të kuptojmë dhe të vlerësojmë edhe këto nuanca të së shkuarës për të mos rënë në gjykime të nxituara ndaj të kaluarës, por për të pasur një panoramë më të plotë dhe të thellë të rolit të gruas shqiptare në vite.